Skuadra shqiptare në Maltësi mëson rivalin, synon finalen e Kupës së Malit të Zi. Skuadra shqiptare e Deçiçit nga Tuzi, kampion në fuqi i Malit të Zi, synon finalen e Kupës Malazese. Në gjysmëfinalet e Kupës së Malit të Zi do të luajnë Petrovac dhe Deçiç, Admiral Bet dhe Iskra e Mornari. Kështu është vendosur në shortin që u hodh në shtëpinë e futbollit Podgorisë. Ndeshjet e para mikpritëse janë Iskra dhe Petrovac janë caktuar me 16 prill, ndërsa ajo e kthimit më 30 prill. Finalja e Kupës së Malit të Zi do të luhet me 29 maj. Trofeun e Kupës vitin e kaluar e fitoi Budućnosti, i cili këtë sezon u eliminua nga Iskra në çerfinale. Sot është hedhur shorti për gjysmëfinalen e Kupës të Malit të Zi. Ekipi ynë do të luajë ndeshjen e parë kundër ekipit Petrovac në datën 16 prill, ndërsa ndeshja e kthimit do të luhet në Tuzë në datën 30 prill, njoftoi skuadra shqiptare nga Tuzi.